Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Po mirëmëngjes, mirë dita. Natyrshëm. Pse se fillojnë numërimin nga fundi më dha? Thonë Gleni. S'ka problem fare, po bëja pyetje vetes tani, kush i zëri kujt është kjo që na tha emrin neve? Pse nuk e kishe dëgjuar më parë? Elsa, okay, se kisha mend. Koleg, pavarësisht nga konsiderata, më jep pak të dhënat e fundit nga tregu i naftës. Për fat do të mblidhet edhe bordi i transparencës. Unë e marr vetë 232. Nëse doni ta dini sa e marr, unë e marr 232. Sa e marr me kualitet, jo si ju domethënë. Po, pra. 130 e merr me 232 e marr, po. Ku tek oil me 3 shtoja? Sot. Po urdhrova. Pas tërheqjes ose zbythjes themi në anglisht të Trumpit nga lufta. Pas arritjes paqes 2 javore dhe mundësisë së shqyrtimit negocimit për një plan paqe me 10 pika, të cilat janë të gjitha në favor të Iranit. Jo pranov. Vjen keq. WTI crude, është një lloj nafte nga ajo që i hedh e Gleni. 94.69 barilja. Okej. Që do të fuqia 160 litra ka i fuqit. Galloni. Ndërkohë, ajo që ne i referohemi më shpesh Brent crude, është 94.36. Edhe kjo ka rënë 13.65%. Do të thotë çdo lek mbi 200 lekë të reja është grabitje. Pjesa tjetër është vjedhje, po çrënsika. Po çrënsika, Euroflare, siç më që ka naftë. Ne i hedhim makinave, pavarësisht se ardhmja është elektrike. Po ne i hedhim makinave. Le të pyesim njerëzit vëlla. Populli voton. Sa mendoni ju se ka për të shkuar çmimi i naftës? A mund ta them numrin e Shqipërisë telefonit se e di për më prandaj. 069 20 70 222. A mund ta them numrin e Kosovës, se mund na drejtojnë nga Kosova sepse jemi live edhe aty në këtë moment. Jam duke lexuar +383 49 55 144. +383 49 55 144. Atëre. Më pëlqen çamja jonë e bukur. Si masi ides tënde rritet apo ulet? Absolutisht ulet. Ulet, a? Po sigurisht po. E ke sigurt, a? Ose unë jam pro Trumpit. Ai e pro. Jemi duke ndjekur Kape Renën në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë nëpërmjet aplikacionit Radio Club FM në të gjithë botën, madje edhe në Iran, madje edhe në ngushticën e Hormuzit, madje edhe në Artemis 2. Po, madje ata të katër si ne, sa paga shumë ky kompozim është. Po. Paga shumë. Rregull. Ishte atje një. Dëgjojnë Club FM-in, dëgjojnë dhe Radio Shqip. Po, bravo i qoftë. Domethënë ata të tre. Zien me njëri tjetrin për atë? Jo, por e di çfarë bën ata Keli. Ata i vendosën emrin e asaj një krateri të vogël skël të hënës. Po, pra. Sepse ajo kishte vdekur. Kur erdhën krateri që zmadhu, po çfarë? Do ta marrim vesh javës tjetër kthehen, do të 11 Ka një të gërvishtur tavolina dhe vendosëm të tre ta quajmë e gërvishtura e Gretës. Ose gërvish dhe fitof. Faleminderit. Sa të mirë që jeni. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Edhe kjo e drejtë është. Mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Edhe ky është fakt tashmë. Open Society Foundation for Women. Ju bëra një pyetje që parë lidhen me Trumpin. Tani çfarë po bën ky Trumpi me Iranin vëlla? Kam zbuluar gjë fantastike sot. Domethënë hypse të vrava, zbritse të vrava. Po, pra, ti je me Trumpin apo jo? Kam dhe i pyetje tjetër, sepse ti merr vesh edhe nga këto çështjet, jo, nga këto çështjet vertikale. Po e kuptoj. Çfarë mendimi ke për atë gruan që tha Trumpi është si puna e Krishtit, vdiq dhe u ringjall? Kam përshtypjen se kanë qenë një grup i pastorëve që lutesin. Që lutet, edhe ishte njëra veshur me të bardha. Çfarë mendimi ke? Të bekojmë që të heqësh Iranin nga harta. Çfarë mendimi ke për vet Trumpin, i cili rritet dhe dëgjonte nga mbrapa dhe aprovonte? Do pëlqej, po vërtet, është që do pëlqejti ti kishe fut një kënat mirë kokës së Trumpit. Kuptova. Tash ndryshon njëra atë. Një kënat mirë, që gajit kap dhe balli. Ore çka ka kuça, jo nga zeza. You are very bad boys. Ai duhet të jetë shumë i lumtur që po flasim për të. Dhe mbase na gjejmë atë aplikacionin. Po flasim për hallet tona, sepse kam një pyetje tani, po pyetjen e kam shumë për publikun në përgjithësi. I know.
S'ka anglishti kështu, ke përse the pencil in under the table. I know your mother. This is a handkerchief. Megjithatë ju thoni domethënë që çpun kemi ne me Trumpin tek e fundit shpreh famshme e fishtes. Sot e ardhmja kafet Milotit tu fol për hallet e Inglizit. Ke parasysh apo ka thënë 100 vjet përpara. 1000 vjet e verbonsh për shembull. Po ma këta të faktorës bëni pyetje. Pa këto njerëz se këto janë kështu të. Srin asnjëherë rahat. Pse domatja po kushton kaq shtrenjtë? Sa nafta pra i son? Po pse? Shumë shtrejt. Është cilësore më. Mos Mos ato domatet qershi. Po pse 7-8 lekë? Është cilësore. Sepse ne jemi popull domate dipendent koleg. Unë kam zgjedhur me salcera domatesh. Ti merr nga ato të kalbura, të besoj, domethënë. Ose mundi se keni nga Italia me koli. Se ne keni nga sezon që bën salca atje. Me çfarë mund ta zvendësojmë domatën? Sa solle herë pritet. Domatën me koll, nga ato që lyhe mureve çfarë. Po se çfarë tha ai autoritetit konkurrencës? Nëse keni kështu nepsa për djath parmigiano, këshilla ime është blini djath bardh. Se është i shtrenjtë. Se zëvendësohet patjetër. Është koha të lëm duanin ja. Arondine. Me panxhar të kuq nëse. Megjithatë, prapë faktore thonë që 50.000 fermer kanë mbetur pa mbështetje me naftë në kulmin e krizës, pra nuk është se qeveria. Është vërtet. Pyetja e vërtetë është pse këta 50.000 fermer 49.000 votojnë në leta, mos e fut në them. Mos u merr me detaje. Mos u merr me detaje burrë. Sepse u bë një si protestë. Po në kryengritje në një gjë s'ka, domethënë në plan. Po pastaj thanë jo, shikoj se do flasim shtator, kështu e lamna. Po normal, kur fillon sezoni i ri shkollës. Kjo është pyetje për ty se ti vjen drejt nga syu. Më thuaj. Kryengritja është para negociatave apo pas negociatave? Negociatave të kujt? Kjo është përgjigje diplomatike. Kujdes pak. Flavio mbaja fërvës. Kryengritja e radhës do të jetë në 17 prill dhe do të jetë më e fuqishme nga të gjitha. Kemi edhe 17 maj përpara, vash. Dhe për ta mbyllur këtë, domethënë sepse Trumpi ka thënë që kjo ishte një ditë e madhe për paqen. Mashtrusa. Dhe nuk ja ka fut kot, pavarësisht nga opinionet në përgjithësi. Është shumë interesante për ata të cilët kanë lexuar 10 pikat e platformës, si zoti Trump tha që tani me këtë bazë mund të bisedojmë. Dhe pikat janë shumë interesante. Mund të diskutojmë në këtë studio. Pika është angazhimi për mos sulmim. Traft pika. Këtë e rregullojmë. Tamam. Hamo kel çka që e mbyll vetë. Jemi gjithmonë në Kaperrenën. Patjetër. Gjithsesi, dhe mos harroni që ky program është një prodhim i Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, mundsuar nga shoqëria, Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë. Çfarë do më tepër? Okazion. Përshëndetje. Po fali se do të duket si reklam, po nuk është reklam, miqtë mi, është okazion. Jo, s'është problem fare, kështu porosit një gjë. Jo. Me këto dy shekte apo? As duhet shes. Shitet. Ju lutem prezantohuni dhe vazhdojmë bisedën. Shitet. Te Komuna e Parisit. Apartament 1+1 45 metra katror. Aktualisht i ndarën 2 apartamente me hyrje me veten të tipologjive 2+1 dhe 3+1. Po si ka mundsi do? Po ju falenderoj nga ana jote, por ne nuk kemi interesuar, megjithatë. Jo, unë jam interesuar Regi. Po pyete pra djalin. 1+1 dhe në Tiranë, në Tiranë ju dini që janë rritur çmimet apo jo? Janë rritur shumë, thënë drejt. Unë vetë kam rrit vetë ke bizneset e mia. Po. Imobiluar ose jo, preferohen shtetas të huaj, basketbollist, për afatet të gjata qendrimi. Po basketbollist si ka specifika? Po. Okej, në rregull. Basketbollist sepse është matur diagonale 2.20. Aha. Nga cila kompani na merrni? Okazion. Në okazion. Bloku Gintash. Aty kam pasur birra kur isha pa patent. Në vitin 97. Darje qiraje me një shtetas indian. Çmimi 30.000 rupi në muaj. 30.000 rupi. 2 dhoma gjumi. Në njërën gruaja indiane dhe 9 fëmijët. 8 vjetra time indiane. Okej. Jo gaza, jo gërhitje, jo parazit. Okej, në rregull, faleminderit. Preferohen studente. Pyetje, nëse komunikojmë me rupie, si themi në shumës rupie?
Unë e di që do më futesh në gras, unë jam për të shitur këtu, nuk jam për të... pra. Po dhe ne duam të blejmë, prandaj marrim informacion. Ruspat. Okazion. Falni, interesohem për te rruga Elbasanit. Do vin deri aty. Okej. Okazion. Okej, Jepi. Vil në Bregdet. Vetëm 20.000 euro. Po dëgjuat mirë, 20.000 euro vil në Bregdet, 3 kate, kopësht përpara mbrapa dhe anash, 2 pishina, një për fëmijë dhe një për pleq për të... Ma fal, mos është 20.000 euro vetëm rezervimi mo. Jo, 20.000 euro, por ka një problem të vogël që pronarët nuk duan ta shesin. Nuk duan ta shesin. Po, u shipyt ata në fundit, ju blini vilën ta gëzoni, ata do enden dyrëve të gjykatës. Okej, mund të jetë 20.000 euro, lësi ka parë edhe pastaj dali ku dali. Po në cilin Bregdet? Gërvishtja aty, gërvishtja Gretës është? E Gretës është po. Okazion. Tjetër, ku jemi? Te zona Stirit. Aha. Magazin 600 metra katror. Magazin. 400. Me 2 kate. 600. Me 2 kate. Shitet vetëm kati dytë. Çne që pas ka kaq hapësirë ke Astiri. Po më përshtypje. Ja 5.5 metra vinç. Po. Ventilim, kondicionim. E përsosur. I Bukur. vetë me problem, pronari katit parë nuk i dorën dot zhurma dhe godet me grushte do qitet lart. Më mirë se kjo gjë që rregullohet është. Kujdes. Ka ujë. Domethënë ujë drita 24 orë. Ujë drita 23 orë, një orë nuk ka. Dhe kjo orë është e papërcaktuar, mund të jetë një orë. More mos është syum. Atje zona është. Se ka dytësh, prandaj. Po. Okazion, po. O millet. Tok në Bregdet. Tokë Në rripin e gazës shiten 50 metra katror tok fare pranë detit me dokumenta. Ky është lajm i mirë, veç me thënë drejtën. Po, Sa po, siguria si është maksimale tani. I përshtatshëm për kompleks turistik. Bukur shumë. Më pëlqen. Email Baha. Bibi Netanyahu 49@tokexanun.iz. Super. Po, Më intereson kjo. Do ta marr konsiderat. Këtë shive. Vetëm WhatsApp. Në rregull. WhatsApp. Ça çmimi kishte falsa harrova? Atëherë kjo është 1500 metra 15.000 metra katror dhe shitet vetëm për, kujdes, vetëm për. Kaq, domethënë nuk jemi çmimi, po është vetëm për, nuk e di. Do ta kemi parasysh. Ande nga Beiruti, nëse ke ndonjë gjë do na thuaj. Okazionet e tjera do të kemi javës tjetër. Dhe madje do ta mbaj të fshehur emrin tim, do t'ju shpalos javën tjetër. Po pse? Po pse? Nëse dëshironi. As emrin tënd? Pas të rruga e Elbasanit? As të kompanisë as tëndin. Rruga e Elbasanit. Pas kemi një okazion. Okazion. Shitet e rezidencë te rruga e Elbasanit. Jo, nuk e dum, atë se dum. Me hekurat larta. Jo, nuk e dum. Me roje nga katër anët. Me tunel poshtë. Jo. Po. Me shërbim në vonë. Ja, mos është jo kështu si ngjyrë verdh në të vjellt, ja. Më fal. Ju vet ku jetoni? Unë jetoj me okazion. Jetoj tek Fresku. Po afër çeke më. Po. Madje jap me qira shtëpinë time. Allah. Po. Sa jepni me qira? Është duplex. Duplex. Është kati i parë dhe i treti. Dyti nuk. Okazion. Vetëm për 600 euro në muaj ju mund të vini dhe të pyesni se ku ndodhet ky duplex. A keni një numër nga këtyre të dyshekëve, se intereson për dyshek? Ndoshta javës tjetër do shesim dyshek dhe çdo rendi shtëpie. Okej, në rregull. Unë ju falenderoj, kjo duket si reklam, megjithatë nuk është reklam. Ja, nuk ishte. Faleminderit juve i dashur që u prezantuat. Faleminderit. Kalofsh mirë punë, marrë dhe ditë mirë. Rofshi. Bashkë me ty, Edhe bëni pazaret vetëm te kompania që do ta prezantoj javës tjetër. Do ta kemi për tjetër. Faleminderit që ekziston. Kalofshi bukur. Gjithë të mira, gjithë bashkë. Doktor Arben Morina në këtë faqe Facebook pyes të njerëzit a don me ta kthy shikimin apo shem mjegullt ose të lodhet shikimi. Ne kemi recetën për mbështetjen e shikimit. Zito me shkronjat më dha kapitale. Ky është titulli. Unë kam vërtetuar në mënyrë shkencore. Dukesh. Po të hash lule lakre, nuk të përmirëson. A di si e thon lule lakrës në greqisht? E di. Ja marrë. Jo, nuk i themi Po thuaj. pse çat keq e ka? Lule lakër. A do të ta shpjegoj etimologjinë e fjalës? Po flasim në për greqisht, Si është në greqisht? Fokusohemi te shikimi, fokus. Bëj flu, bëj blur tjerat. Pjesa e parë është me k apo? Po patjetër. Kunu është e para. Kunu Kunu shkon mendja. Është ilustruar aty dhe një infografik dhe një fotografi e mjekut. Dhe si mund të ndodhë që shikimi të rikthehet? Thjesht duhet ngrënë një copë nga një far ilaçi
Dhe në mbrëmje shikimi juaj do të pastrohet. Madje, Mos më thuaj. sytë tuaj nuk do të lodhen kurrë më. Lore pastaj që qartësia do të rikthej pa pika, pa syze. Lajm shumë i mirë për gjithë ata Pa që hyje, syze. si këto që kanë filmuar ke Artemisa që s'ka hyje. Shikoj që ka si kek ky ilaç, me një copë. Po, me recetë, me Ja, recetë. gjithë dhe efektin e dark. Po është i mirë. Shumë Shkaktoni interesant. fare diare, po mos e vire, të më dalin syt venit. Po nuk ka rëndësi. Dhe ndërkohë ka një problem se dhe mjeku që ilustrohet në foto, edhe vetë ilaçi, domethënë krypometër që është si faktoje në Kosovë, kallëzo. Po, nëpërmjet Google Lens kanë gjetur se fotografia e publikuar në këtë infografik i takon një kardiologu që me leje koleg nuk ka lidhje fare kardiologu me problemet me shikimin apo jo. Ka një farë lidhje, po hajtë se mund të ta shpjegoj. Okej. Me cikletrën me laps si diti. Të ta shpjegoj? Ideja është kjo që kardiologu, domethënë thotë që a ka lidhje jo. Varje. Këtë rast është i kardiolog Është shumë e ndyrë koleg dhe nuk themi gjëra të ndyra. Po, Jo, pra, lutem. Këtë rast ishte Lutem. kardiolog bullgar, profesor Ivo Petrov, që nuk ka lidhje fare me pretendimet e kësaj Shumë bulgar faqe. është bërë ky emision me thënë drejtën, domethënë çfarë nuk thuhet. Shumë bulgar po bëhet. Tash pyetja ime është profesor Ivo Petrov, mos e ka bler gjithë diplomën apo se po i Mbase. Dhe ndërkohë është oftalmologu Besfort Dabiçkaj, Si që na ka kishte shpjeguar emrin, lutem. Do biçkaj. Besfort Dabiçkaj shkon në gjendje civile, ndroi emrin, bëje kujtim Dabiçkaj Çfarë më problemi nuk e ka? Dabiçkaj. profesor të përshëndetshëm, ai na ka shpjeguar në fakt, ka Po. thënë se humbja e shikimit ndal në dy kategori, e përkohshme dhe e përhershme, Patjetër. dhe nuk ka asnjë fare lidhje. Besfort që ka personazh pozitiv i tregimit. Po ta. Yes. Është personazhi Është i miri. Është i miri në film. Oftalmologu, unë sot e mësova se që bën oftalmologu. Rikthimi i shikimit varet nga shkaktari dhe nuk mund të thuhet paraprakisht nëse dëmtimi është i pakthyeshëm pa i bërë ekzaminimet përkatëse. qartë, Si u bëra i goteti gorëra. Pse e ka të shpeshta këto? Ja çka. Këto lajme të rreme që me lëngë rozmarine mund gjisësh gjitha gjymtyrët e tyre. Megjithatë po doni unë kërkova në Google, Google Translate lulelakër në greqisht. E lexon Google i nuk e lexojmë ne, domethënë. Unë dëgjova një fjalë, domethënë mrapika. Kjo fjalë nuk do të çarkulloj në studion ton, çan. Mund ta ndani se jeni gjysh tashmë. Se shikoj janë vetë makinë ditë të dy greqisht bën me turp. E kuptoj. Duhet të japësh një model të mirë, më dëgjoj. Çdo gjë që u thon këta qelbësirat do bëni të kundërtën që të shpëtoni. Mbyllim këtu pjesën e parë me këtë atmosferë lulelakre. Absolutisht qipo, absolutisht qipo. Po desha unë ta shpjegoj. Unë e di vlla, e di dhe shumë tjera. Kolegër të dashur. Ja. Sa shpejt erdhi pjesa e dytë? Erdhi. Mezi po e Nuk e di prisja. as Pjesa e unë. dytë është më e bukur se e para, por jo dhe aq e bukur sa e treta. Jo, Absolutisht. Pjesa kulminacioni tani që Dhe vjen, kjo- ky quhet refreni i parë. Pastaj bie o refreni i dytë e fundit. Është pika e maturimit tani. E kuptova. Zakonisht Nuk e këto di gjëra ç'po themi. thuhen kur njerëzit nuk kanë çfarë thon radio për të mbajtë dhe për të shtyr Jo, kohë. kjo ke shumë Nuk është e politikë. vërtet. Ja ta them unë një gjë që s'është kurrë në radio. Trajneri Silvinho mund të kthehet në Brazil. Jo. Okej, domethënë për këto mund të jenë edhe gënjeshtra, Do lër lushnjën për Brazilin? Pasaport. Nuk ka qenë. Pasaport. Pasaport Hajde, ka ka. thënë. Ka super pasaport Eu biles. céu de lushnel. Në Lushnjë Syu ka shumë audiencë. Ashtu? Po ka perrenën. Ky programi quhet Kaperenën. E po të skemi çuna. Kush e prodhon këtë programin? Ai prodhon Club FM në bashkëpunim me Faktoria dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipni. Lumb goja. Faleminderit, Jemi pra në mirë njohje. pjesën e të ftuarit në studio dhe sot nuk kemi si të mungoj të ftuarit, është unë ftova E pra, zëvendës të kryeministrin e Shqipërisë. Ku cili është? Kjo ishte punja që nuk Allah. atëherë vendosa të ftoj ministrin e financave. Ja, këtë se Si di. ti. Është aktor që ka luajtur Petrit Mala. Petrit Mala. Është i njëjti, nuk e kanë Po lëvizur. idhjo. Do të ftojë ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë, Piro Vëngu. Nuk është më ai. Është zëvendësuari. Prandaj se ftova. Ah, Domethënë çka kuptimi ka? Si mund zëvendësohet Piro Vëngu? Të njëjtin mendim ndaj dhe unë. Ka për marrë për gjelesh apo është Doja ta ftoja Edhe ta ulan ballën. por nuk pranoj. Taulant Ballën doja ta ftoja në çift kësaj radhe.
Merakip Edhe tha qofse është ai aty vi. Edhe tha për Ose mua, qofse është ai William aty. Dafoe. Donim të ftonim kolegë dhe i personazh tjetër që është kryeministri i Pakistanit. Po. Si ka emrin besoj? Jo. Nuk e di si ka emrin? Jo. Ka mund të shkruaj këtu pa ta gjej. Jepe, atëherë kur ta gjesh? Sabahet diçka e tillë, nuk e di si. Sherifi i Sabato është në Itali, sabato. E kuptova. Pra, kemi pasur këta refuzuan gjithë apo kishin ndonjë arsye? Pastaj kalova në listën e analistëve. Të cilët kanë ndenjur gjithë natën pa gjumë se prisnin sulmin në ishin 10 Iran e kështu me radhë. Lenz Vangeli pranoi të vinte. Vjen se më ka xhan mua. Domethënë edhe kështu që e lam do. Pse nuk tentove Berat Buzhal? Sepse nuk kam titra. Nuk e titra, ai mund të jetë në një ecje në për shembull në Kandahar duke bërë ecje. Batoni do vinte, por ka mbet në Ekuador. Po dakor. E ka braktisur atje Fevziu. Prandaj ne nuk mund të vazhdojmë dot me një program pa të ftuar. Absolutisht jo. Kjo është arsyeja që ne kemi të ftuar. A doni të vetë flijohem? Po. Eglein Laknori. Është i ftuar i këtij programi. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit që më bëj. Nga që më radhë rruga thash çat bëj këtë një orë ose këtë 20 minutë. Egi, tani që nafta po shkon drejt 2500 lekshit. Sa lek i hedh makinës dhe perke? E parë po i gjetëm me 2500 tash është lajm i mirë. Po. Ço thon po ky ç'ne. Unë vetë hedh 232, 233. Po pse? Se hedh gjithmonë me kualitet shumë të lartë. Te Gaxheli. Jo. Jo, ka plot karburant. Nuk jo, më thën drejtën. Aty ku hedh është të merrësit cilësor. Kështu që them ja do argjej 500 lekë më shumë. Se unë spara 500 lekë aty, 500 lekë këtu. Po, unë kam 3 makina elektrike, nuk është se kështu që po këtë e përdor vetëm për qef, elektriket i kam për punë. E kuptoj. Elektrike, makinë qepse. Po. Roje, llogarica, fantastike. Po sa lekë i hedh saj, domethënë? Përgjithsisht e mbush full ose 2 herë në muaj. E mbush full. Ti që ka oligark me? Po, lali. Po pra ne tash kam 3 elektrike që i përdor vetëm për e kuptoj. Xhumadie. Të lutem ti e di ku banon ky ta rrëmbejm? Ua, komshimi kemi renisin mes. Kemi renisin mes. Ky që ka dhe i pasur. Ti e majtas unë mbjathtas. Në kohë e zani. Po. Gjitur e kam aty, ja e di ai. Aty te Xhomia. Aty smeret vesh. Kështu që mund të vini vëlla. Ju prezantoj dhe makinat e mia. Eci monopatin në kultro. Domethënë si u duk si përgjigje, më duk përgjigje zgënjyse domethënë. Jo, mos ta diskriminoni që pak se të erdha lash punën e mia për të fushë emisionin. Na thu dhe jo po zbrazëse diskëçë. Është pjesë e riskut kjo ai kesha. I gjykojnë dhe përgjigjet. Nëse ja të bëj një pyetje ti që mos ta gjykojnë përgjigjet. Hajde Jacqueline, ti Greta. Jo, ka shumë rëndësi. Kishe mendje Jacqueline Lekatarin apo Gjollën? E pash sot mëngjes edhe e kam njihemi, domethënë nuk është se kam ne kështu. Më pëlqen. Egi. Po. Me qenë se presidenti Trump po i thot Iranit se do i qërizoj. A mendon se më i forti është Afrim Roboti? E parë herë do të pyes më fali për ignorancën. Kush cili është Afrim Roboti? Se di. Wow. Ti nuk e ke dëgjuar ndonjëherë? Jo, kush është më i forti? Kë? Afrim Roboti. Se kam dëgjuar. Kush është më i forti? Afrim Roboti. Duda mërbur. A Duda. Duda. Shoki nuk ulet. Shiko. Ai nuk është se po i heq tani këtë Iranin nga harta siç po e siç na është thënë. Thjesht po i bën si punë orizit, e ke parasysh që. Po e pastron. Po i pastron, po e ato me doreza boksi, come sempre, po patjetër, se ne kemi parë dhe në keç me Chuck Norrisin atë. Ai diti si e shan Trumpi Afrim Robotin. Ato robot. Nëse ky është Dudu. Ka përdorur një folje pasive. Greta në pyetjen e vet qërizoj. Po duash unë të përkthej ose të shpjegoj etimologjinë e fjalës. Nuk është qëroj. Jo, qërizim vjen nga kodi QR. Qëra. Po e kam parasysh se kam dhe në telefon. Po pra qja është domethënë që përbëhet ky akronim që është qafsha. Qafsha. Me A si i rishi, ke parasysh? Po. Ndërsa R-ja është ropt. Po qafsha ropt. Robotët. Prandaj sepse inteligjenca artificiale. Jo, më se ne e themi dhe qafsha ropt, domethënë me ropt shtëpie. Ke parasysh që nuk kanë banalitet. Jo qafsha ropt olla. Besoj se është e qartë. Absolutisht, më lutem, më qartë se kaq. Përgjigje 8% më e mirë se e para. Ashtu në rregull. Mua më pëlqen ajo në pietore unë jam ulur. Edhe mua, jo. Ka dhe një pyetje kolegu më duket për Egin. Patjetër. Jo.
Më shfrytëzoni. Koleg, Shfrytëzoni dijet e mia. një pyetje për Egin. Tani që doktori po heq dorë nga Flor Binaj në Tiranë. Çfarë qëndrimi editorial duhet mbajmë ne si program? Wow, sa e vështirë kjo. S'duhet ta përmendim si emër herë. As doktorin, as Florin. Kurse Flori mund të bëni biznes vetën Allah. Po pse më? Po pse ti Kryetar bashkie privat. Jo, po nëse ky tani nuk e përkrah, pse do ta përmendim ne? Se s'ka kuptim, domethënë, kur ty partia nuk të përkrah. Po ju nga e dini që nuk e përkrah. Po këto faktohet janë Flavios ditë një gjë tjetër, domethënë është Çyn Flavio këtu. Shtypjen koleg që do vi moment dhe doktorit do kërkoj çdo të gjejmë kandidatet o Flor ktheu se bëm shaka. S'do unë tash të. Po kjo po. Unë mendoj prapë që duhet bëri biznes vetin, më të kënaqet ta shijoj. Çfarë ato që ti të bëj ai? Fotograf, skulptor. Ne si program çka qendrimi editorial do mbajmë. Çka qendrimi editorial më duhet. Ne vazhdojmë ta kemi shok. Sa herë që do përmendet emri ti ne do fusim reklama. E qartë. Me që Urani ka hyrë në retrograd, a mendon se Erion Braçe po ja çan karizmën shefit të madh? Kam 2 javë që nuk kam takuar mirë dhe jam merak. Edhe s'mund të jap një përgjigje më të gjatë sepse duhet ta takoj që të konsultohem me të unë. Se ti javën e kaluar e takove më. Po me sempre. Jo e takova se kaloj 2 javë, m'fal. Diku ka 10 ditë po themi. Po ti s'm duket si tifoz i Parizonit më. Jo, unë me Tiranën. Me Tiranën. Si mund takosh i mort kuq? Meri, zonja Meri po them. Nuk e kam takuar për Uranin. Jo, Erionin e të thash, e kam përkrahasi kandidaturë për Bashkinë e Tiranës. E ke përkrahur. Po, me thënë drejtën. Koleg, unë për Erionin votoj. Edhe unë. Unë mendoj se është e gjitha një skem. Ja opozita. A të bëri për shumë për shtypje ty se ti i politikës nga brenda, që kryeministri vajte ke zona 5, aty ku ai aderon ose kandidon të nuk i tha fare këtij. Ku bëri takim me elektoratin atje. Ja ti shkruaj çik Petro Koçit. Mi bëj shumë të fala. Nëse kemi të tjera, kemi të tjera pyetje. Spaleti, se për futboll thes. Dakor, patjetër. E pe çka i bëri Bayerni Reali dje. E pash. Po, sa për kështu. E pash. Tani çfarë lidhje kishte me Erion Braçe në gjithë këtë diskutim ne? Nuk e di. Se u keq kuptuar. Ju am pyetur për Meri, thash un kam 10 ditë që nuk e kam takuar atë dhe jam bërë merak, sepse gjithmonë përpara se të vi këtu marr një. Nga ajo, ma kupton? Çfarë vjen? Shumë të mirë, me thënë drejtën. Dhe inspirohem me këto dhe ju përgjigjem mbas të qerrës. Varet ku e merr. Patjetër. Egi, ju lutem. Të hënën 30.000 familje suedeze mbetën pa energji elektrike prej stuhis Dave. Atë ka marrë malli për kohën e Fatos Nanos me generator party. Absolutisht po. Ka qenë kohë fantastike, ka pas shumë zhurma nëpër pallate. Dhe malli për Fatos Nanos. Kush i fusti generatorët atëherë? Do eksplozive, kush i fuste? E di kush shiteshin? Ke Partizani pa njohur. Aty ka qenë gjithë kati i parë. Vërtet? Po si. Në Vlorë kishim mes sheshit. Partizani i pa njohur. Fuste generatorët në Shqipëri. Jo, ke Partizani pa njohur janë dyqanet aty. Edhe kanë qenë gjithë generatorët aty. Që shiteshin. Bëj nami generatorët atëherë. Si u duk si përgjigje, koleg, s'pëlqeu. Ka qenë refreni. E degeneratoruar. Po. Tash unë s'mund të bëj dhe t'ju botoj gjithë artikujt për përgjigje. Unë mendoj se është shumë. Mora gjithë listën e shtëpisë të avokatit, nuk lash gjë pa i thon. Po. E shoh aty, e shoh ky se s'ka një ky nostalgji, e shoh rregullisht. Po. Si ka qenë më. Koleg na shpëton në këtë moment ulet emisionit. Unë e kam bërë të Al Dilit atë. E qartë. Ka pandin. Eci. Ju lutem më shfrytëzoni. Koleg, e keni ju. E kam urrë, no, shfrytëzoni. Duke që jeni të kornizuar, nuk e dini çfarë është improvizimi. Realitetin, siç e thash, jam amerikan. E drejtë është. Faleminderit që ekziston ti Lal. Ecim. Egi me qenë se ti je gjerman. Gjermani po kërkon të ndërtoj luftaniet më të mëdha në botë. A ti pastroj bunkeret e Xhaxheverit? Ato duhen pastruar me thënë drejtën. Unë jam pro, nga që bëj edhe kështu hiking nëpër malin e për xhera dhe janë gjunafe. Dhe për shembull i pastrojnë dhe i japin dikujt i marrit ti vëjnë përdorim. Po shikoj se më përpara deri në 10 vjet ato pastrohen me zorr dhe me fshes. Tash duhet skalpel dhe kështu. Po pra, sepse është janë të mbingarkuara. Për shembull, ca miqtë mi kanë bërë fabrika birra aty. Edhe bëjnë në mënyrë të përsosur. Ju përgëzoj. Faleminderit shumë. Ky bën dashuri. Asnjë mënyrë. Absolutisht po. Ky bën dashuri çfarë thuhet tani nga sy? Kush? Si kush ai pra që foli. Thuhet se bën me mua. Jo, thuhet se bën me mua. Po, ka vënë dy komente. Ky është lajm. Dashuria nuk e as mosh. Unë di një numër për mend telefoni, po ti e di? Unë di 2 numra për mend. Unë di 069 20 70 222. Unë di 069 20 70 222. Po për çfarë teme? Ja, i thot vet Greta. Se është dhe numri i Kosovës. Greta Thunberg, të tham 4955 1144. Sa mendoni mos e do shkoj çmimit naftës?
Po flasin gjithë për këtë. Është tema më e nxehtë momenti, është patatja e nxehtë, është. Problemi është se tani në fillim edhe e kujtuam mbas 1 ore gjys 2 orë dhe presim kemi dhe mesazhe, do. Ka shkruar Dori diçka. Ja një sekond, unë mendoj. Po ka për mua. O e kap 300-ën. O do jetë legene. Nafta, o e kap 300-ën. E ke përsëri tu zvarrit. O e kap 3 është legene. Më pëlqen shumë në fakt, më pëlqen si e çfarë thot Dori për ty? Dori thot Greta ka përqafuar iden, rrethohu me milioner dhe do të bëhesh milionere. Nga e di ky Dori? Nuk e di, ndoshta është i njëjti tip që të shkruan për herë, po ti nuk i del takim, do. Po me gomarin çaketi si qenie. Po me gomarin çaketi qenie. Do të thënë gomari nuk është kafshë, është qenie. Po dëgjoj një telefonat, mos është Dori? Nuk e di, domethënë. Alo? Alo. Mos. Shëndetje Krati. Kam ty Greta. Mirë, si je ti zemër? Mirë. Ti mirë valla, si ke qenë? Faleminderit, mirë kam qenë, por ja s'na lën këto hallet. Këto femra VIP që janë këto femra suplementi u ngruaja. Nuk e di domethënë, krati jam krati. Krati. Sot gjatë ke demokrati apo e ke ndryshe? Jo, e kam Sokrat. Ta kesh Sokrat. Sokrat më thon kur shkoj të makinën, po që. Nese, si shkoj java? Java më shkoj me telefon, ju përbova të njëjtën s'më dolët, të premten nuk ju kapa, të shtunën jo, të dielën më thanë je gomar. Po ne vetëm mërkurën jemi o Krati. Kemi obligime tjera, unë kam emision tjetër, Keli me Greta kanë emision tjetër. Pra, çfarë kuptova nga kjo përpjekje të mia? Kuptova që ju jeni të mërkur për të mërkur, nëse nuk gaboj. Vërtet është. Por kujdes, Merkuri është në retrograd. Sa të takojmë Merin do flas rreth, do përcaktojmë. Horokrati atëre, domethënë. Punët mirë? Se punët cop po thosha, se punë bëjmë, por rrogën na e japin të vogël dhe pakat e shefit dhe Wankova dhe i thash o shef, mirë rrogën që s'm arrit, për pak na hem çik më shpesh. Më fal, po a keni një kontratë ju? Kemi kontratë me UKT-n për ujin dhe me OSSH-n për dritat. Kontratat tjera s'kemi, më thonë. E morë përgjigje. Prandaj ja ulni rrogën. Ne ju mora për ngjarjen e javës, ju mora, se unë këto luftra gjërat kam frikë, më thonë drejtën, nuk është ndjek. Më mirë ke bërë, bëj delete. Të lutem Krati, përpara se të vazhdosh, a mund të të bëj një pyetje domethënë? Ky familiteti i fshehur tek ty, domethënë, ka një emër, domethënë? Shiko, më preke në një vend ku nuk më guxon të më prek asnjë mashkull. Më fal. Lutem, dhe nëse unë nuk shprehem, pra nëse unë nuk bëj coming out the window, ti nuk ke asnjë të drejtë që të më paragjykosh. Ai nuk të paragjykoj, ai të bëri një pyetje. Ju po deshet për gjigjurin? Rastësisht vjet kam dalë për të bler një 2 fruta perime, një pallëxhan dhe 2 portokaj. Dhe ishte data 17 maj. Shumë mirë, po. Dhe më kapi turma. Nuk kisha fare për qëllim. Pra unë doja thjesht kaloja rrugën. Turma apo turpi? Nuk e di pse, po isha veshur ndoshta siç ndoshta vishim zakonisht me pantallona të verdha, një bluzë jeshile me dekolte. E kuptoj. Dhe më thanë ja me ne, po ç'lidhje ka kjo? Psikologjia turmës, psikologjike turmas, se nuk ka mundësi, nuk kam, edhe unë i thash nuk jam si ju motra dhe vëllezër. Kjo e qartë. Motra dhe vëllezër. Pyetja është, patallxhani dhe portokalli mbajnë dorë apo kishe futur në qese? Të lutem shumë mos jep konotacion kulinarik, se unë nuk të përgjigjem për këtë gjëra. Telefonova sot. Për shumë mirë. Ju telefonova për të sqaruar një çështje që a ashtu ulur njeriu në hën apo jo. Sepse Artemis 2 është ky misioni i ri që kanë dalë këta një xhiro në orbitë dhe mendohet që kanë udhëtuar më shumë se çdo njeri në hapësirë apo jo. Po, e vërtetë është. Bullshit. Ashtu mendoj dhe unë, Krati. Nuk ka asnjë të japun disa motive pse astronautët nuk mund të shkelin, nuk mund të shkojnë. Motive nga gura popullore, besoj. Ose argument, ja ti gjë me vëmendje se atëherë astronautët kur para se të nisen haruan byrekun me djathtë. Si mund të nisesh për një udhëtim kaq të gjatë, po s'marrësh byrek me gjithë me vete? Po më duket se këto e bëjnë, por nuk i han kështu tip pure po themi. Thua ti por më pyet mua. Okej. Asu se di në fakt, por që s'ka problem. Atë kavanozin e madh me Nutella, a e pe.
Ai gavanozi me Nutella në fakt ka dy funksione. Kur mbaron Nutella bëhet portapoti, domethënë nuk mund ta thuash. Jemi live tani. E vërteta dhëmb, por shëron. Kuptoj. Dhe ky është qëllimi i këtij programi në fakt. Na tregon. Tjetër gjë, si mund të ri pa kafe astronautët? Më fal tash. Si kish marrë ekspreson 2-3 ditë pa kafe, ja. Dipende. Varet. Tjetër gjë, kur nisemi neve për në një udhtim të gjatë, ai kërkojmë vendin në Google Maps? Po. Kërkoj aty vendose hëna në Google Maps. A do të dalin ndonjë gjë? Jo, nuk del. A do të dalin ndonjë gjë? Nuk del, jo. A do të dalin ndonjë gjë? Më doli një restorant, The Moon. Honeymoon në kuptimin në kuptimin ja muaj mjalti. Po. E kuptoj. Tjetër do shkojnë ata në hën. Po. Ato janë në hën. Vjen një moment mbarojnë financat, po atje nuk ka ato më. Atje nuk ka, ku do t'i gjen lekët? Dhe ata paguajnë dhe çik pak, më thënë. Ku do t'i gjen lekët ata? Atje s'ka si mini market. Ku ta bëjmë unë gazuar? Nëse ky është këndvështrim. Ku do të blejnë letrat e lagura? Nëse 2 javë janë 2 javë, bën njeriu 2 javë. Lagura, këtu ka drejt. Letrat të thata dhe do t'i lagin, a ka ujë në hën? Nuk ka. Po grimin me çfarë do ta bëjnë? Po i kanë aparaturat, më kanë marrë gjë me vete. Tjetër, duhet dini që dielli në hën të djeg apo jo, dini këtë Barcelona. Paradite deri në orën 11, pastaj futen në shtëpi. Kur ata nxefen, atje s'ka objekte, s'ka pemë, s'ka hije, si ku do rinë astronautë? Brenda më ke aparatura që kanë shpikauri. Këto janë argumente. Si kishim menduar fare. Janë ta gjëra që duhet i kishit menduar. Më fal tani. Vjen diela? Po. Vjen ora 9? Po. A mund të rinë astronautët pa parë portokalli? A mund të rinë? Më fal tani. Mbase portokallia? Nuk e di, mbase shohin me kështu me aplikacion? Po. Se ne e di që na dëgjojmë. Po ne e di. Je në raket. Do të dëgjosh muzikë. Po. Të duhet një port USB. Po. A ka raketa port USB? Duhet ketë. Po duhet ketë. E kam kontrolluar unë. Ke vaj kontrolluar raketën? Raketën. Ku të ka rastis të shohësh raketën? Mos ka shkuar këto muzete NASA sa këto që janë në Amerikë. O krati, mund të të bëj një pyetje, domethënë mos ma merr për ters, domethënë. Ma thuaj. Tani nëse në një udhtim hipotetik, gjitha këto kushtet që ti the plotësohen dhe të zgjedhin ty për astronaut, do preferoje të shkoje me njërin si unë dhe Egi apo me njërën si Greta? Pyetja është $1 milion, Në fakt merri çik më shumë. Po. Kështu që më jepni $1 milion dhe vim. Jo, do të thënë kuriozitet kemi, nuk është se pa. Nuk është se, jo thjesht. Madje puna rasti të dim. Se nga zëri më duket sikur do zgjedhësh mua o Egin. Pastaj ka një gjë. Si mund të viu me ju të dy t'ju prish romancën? Ju të dy keni një arsye që keni hipur të dy. Ke të drejtë, krati, ke të drejtë. Megjithatë $1 milion, po sa është dollari? Jam vetëm. Dollari me 875 kam përshtypje. 875 milion lekë. Bie edhe taksat. 23 kemi ne duket, po ja 23. Nuk është me 875 ja fut kod këtu. Po jam me 876. Po mirë, s'ka rëndësi, do të jetë arsye tjetër, një motiv se njeriu nuk mund të jetojë në hën, pra të astronautët. Ta zëm që njëri nga këto astronautët ndron jetë në sipërfaqen e hënës. A ka shtylla atje për të vendosur njoftime? Po nuk e di ka shtylla, po se zbresin. Po. Ku do zbresin? Po ku do zbresin? Fen në tokë prap. Drejt. Vajti ardhi është, nuk është. $82.6. Shkon në hën dhe je astronaut, pra je një farë, je një person apo jo, publik. Dhe ti atje kudo që të shkosh duhet të jesh me kravatë. Po a ka në hën dyqan për të blerë kravata? Jo. Këtë e din me siguri që nuk ka. Janë argumenta dhe kështu hamendësime. Po ka bluzë me dekolte? Po me të qellu për shembull me marr pjesë në i dasëm në hën, domethënë ku me i boll llokumet? Ore, je në hën, do të lexosh një manual për gjërat qiellore, do të lexosh një libër të mirë për shembull. Po a ka librari atje ku shitet libri i rënë nga qielli nga Tom? Jo. Meqë herën duhet të ketë. Ju lutem. A të pëlqen Tom Cooka krati? Nëse po në çfarë kuptimi? Meqë është hera dytë i dashur krati, edhe meqë pas ka informacione shumë të interesante lidhje me astrologjinë, le të themi. Faleminderit. Herën e parë, njerëzimi kur vajtin me Apollon, kishte edhe një rus brenda. Po. Tani, pse nuk dalin këto rusët me që janë armiq me Amerikën, ta hedhin poshtë që
Ania nuk ka shkuar në hënë. Pse nuk dalin ta hedhin poshtë? Apo mos ndoshta të kanë dërguar ty, Krati? Shiko, me thënë të drejtën, mua ata më paguajnë diçka, por Rusët 800 rubla mua nuk është se më dalin. Kjo është gjë e mirë. Po pse nuk e hedhin ato poshtë për shkak, meqë thonë, jo, po kjo është e vërtetë. Unë e di që ti je sabotator, domethënë ti je një njeri kontrapedal. Më fal tani, por un kam folur me Putinin. Çfarë thot Putin? Putini ka thënë X s'kam kohë se do merrem me luftën. E shikon pra? E shikon pra që Krisma dhe hyje ka pasur. Kemi një pyetje nga publiku, është prap Dori, që pyet sa ka shkuar metri i tokës në hënë. Po marrim atë okazionin javës tjetër. Duhet me fol me të. Krati mund të ketë në ty, po kam unë një dieni sepse më thon të drejtën unë kam bler në hënë, kam investuar. Doja të bleja tokë në Himar, po kur më than 8.000 euro metri katror, thash shkoni more ashtu, domethënë 8.000 euro kemi në 10.000. Dhe me 8.000 euro unë kam bler tokë këthe nga pjesa e erët e anës. Sepse ishte më lirë, ishte 4 euro metri katror. Kështu që kam 2.000 metra katror. Shumë mirë. Mbregdet. Po, madje thuhet që do më sjellin ujin dhe energjinë. Që do ndërtoj një hotel atje. Hotel apo motel? Hotel, tamam. Hotel. Në rregull. A u bindot? U bindot që na nuk shkon dot njeri gjallë. Unë kam një pyetje për këtë Dorin, ky s'ka punë. Se di, më thënë, ky që flet me Gretën. Dori ka një pyetje për ty, Enkeli, Xhaxhi Enkeli. Xhaxhi Enkeli, more gjyshe Enkeli. Do të nxorë fare nga lista e preferencave. Xhaxhi Enkel, për shembull, nëse doni të bindeni që njeriu nuk ka qenë në Han, është që nëse do shkoni në Han, do niseshin të Hanën. Ata unë nisën të premte. Me këtë do me thënë nuk kemi më të shtajnë. Po si përfundim do me thënë faleminderit shumë, e dija që do t'ju bindja. E dija se jeni djem me shkollë. Po jo ka i shumë. Djem, faleminderit Krati. Po. Jo po flas me djem Greta, se bashkë ne jemi shoqe. Zemra ime. Jemi. Ç'to duash ti? Po si përfundim do me thënë coming out. Është të dalësh nga dollapi. Jo, më shkau gau për një patau. Më fal. Jo, se coming out in the window. Do të thotë kënga e famshme Doli Gocja në penxhere. Enkel, Xhaxhi Enkel. Edhe ti ke skelet në dollap. Po sepse edhe ti kur ke qenë në zbor një herë, me mësues Mihalin i larguar 100 metra. Po, old school çeka ti. Si do jetë kjo masdite për ty? Kjo masdite për mua do të jetë ekselente sepse do dalim me çunat. Do am në një akullore ose në një gjë të ftohtë si akullorja. Zgjuar pak, shumë mirë do të si akullorja. Po. Cila është? Shiko, unë e di që ti do të nxjerrësh gjithë një gjë që unë ta bësh dhëmbi sa një karotë mesatare dhe unë nuk ta tregoj që nuk ta tregoj. Këto mund ta bësh ato pulat e ngrira. E ke parasysh nuk i gatuaj. Po pse zgjodhe pikërisht karotën? Pulat e ngrira mbaj për vete, se me thon drejtën, unë nëse nuk është pul fshati, unë nuk tentoj që ta bëj me pilav. Edhe një pyetje, domethënë karota është rrënjë apo frut? Këto janë pyetje provokuese dhe me thënë të drejtën, unë e mbaj për perime. Ndërsa ty, nëse ty pëlqen si frut, sepse për mua frutat janë ndryshe, janë karkalecat, janë këto. E kuptoj. Më pëlqen. Të pëlqen karota? Me kë e ke? Me ty, Krati. Me mua e ke. Po më pëlqen dhe herë pas here edhe e bëj kështu të grirë, domethënë. E kuptoj. Faleminderit shumë për kohën tënde, ju uroj gjithë mirat. Faleminderit juve, emision të mbar. Edhe për coming out, faleminderit shumë për coming out. Jo, nuk kam bërë, jam burr, jam mashkull, jam nuk e di, domethënë, jam mitroloz. Mitroloz në ç'kuptim? Në kuptimin e parë të fjalës. Me kuriz apo përballë? Shiko, ti je një provokator i ndyrë. Duhet ta kishim mbyllur që kur thash hëna për Po. Faleminderit shumë. Do telefonoj ndonjëherë tjetër sepse jeni çifti më simpatik. Kur të duash. Bash dalim me çunat me akullore. Pa çift me tre veta, edhe neve kalovësh mirë gjithë mirat. Juve Greta të përqafoj. Edhe unë të përqafoj. Po vjen Michael Douglasi.
Edhe më kap, më pushton. Okej. Duam di kontekstin patjetër. Jemi gjithmonë në KPRN në radion kombëtare Club FM, gjithashtu në Club FM Kosovë, nëpërmjet aplikacionit jemi në të gjithë Europën e juglindore, na ka shkruar nga ishujt Fiji. Nga ishujt Fiji, po. Po, na ka shkruar Barda Tiranë. Ha. Domethënë nga ishujt Fiji, Barda Tiranë. E kupton se ç'bër atë. Domethënë ka Tiranë ishujt Fiji apo jo? Nuk e di që Tirana është edhe kryeqyteti. Pse Teherani? Tirana nuk e dini që është edhe kryeqyteti i Fijit? Nuk e di. Dhe mbaroi atë që nisi. Po, pra. Jo, le të lexojmë Barda Tiranë. Okej. Kopjova nga Sasha, nafta ka rënë me 13.5%. Okej. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Ka dëgjuar lajmet. Nafta do ngrihet dhe do ulet kur duam në amerikanët vlla. E kuptoj. Ti je gjerman. Jo, amerikanët në bindje, jo në gen. E kuptoj. Pastaj Amerikën Gjermania e ka bërë, duhet ta dini. Mos harroni që ky program është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoje, mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe quhet KPRN. U hapëm sa më ska. Po, pra. Atë kujtohet doktor Arben Morina? Kolegë shpar. Ai që shiste copat e kekut që të rikthente shikimin. Ti shiste kekun për byrek. Po. Që duhet haje kekun në mëngjes dhe efektin e bënte ndar. Patjetër. Gjynafsi që student i mirë. Po. Ke pas në kurs. Por ne kemi ortodokse do? Ortodoks nga mamaja, babai Bektash. Okej, Kanë dhëna. Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se të rikthehemi kolegut ton, Albenit. Edit. Edit, i cili është doktor për vërtetë me diplom. Me dokumenta. Domethënë nuk është. Rinovoni atë diplomën ti? Si duket? Pra, dakor. Hapim rubrikën Turpi dhe shëndeti. Turpi për atë, shëndeti për ne. Patjetër. Prandaj ne pyesim, ai përgjigjet ose nuk dit përgjigjet, domethënë. Ai gjithmonë dit përgjigjet. Nëse jam i gërvishtur, koleg, apo i vrar duke luajtur futboll, shërohem nëse lyej plagën me mjalt. Le ta ndajmë pyetjen në disa momente. Momenti i parë është nëse je duke gërvishur për të fituar. Po. Kuptoj. E dyta, duke luajtur futboll është utopi. Kolekti dhe futbolli, domethënë jeni larg sa Artemisi me hënën. Atëherë, cila është loja që mund të përshtatet mua? Yç. Urdhëro. Doni përplasje. Po treshmë. Lini këto turqizme. Atëherë, nëse jam duke luajtur yç dhe lëndohem, a më shërohet plaga nëse e lyej atë me mjalt? Po, vetëm 2 javë para të martesës, pra 2 gisht mjalt, se po e lyve më pas 2 javë. Mendon që e lyj me mjalt, e ke lyj me dyll. Okej, 2 gisht mjalt është e tradita që bën këtë derë. Por ka një gjë, mjalti duhet shoqëruar me hudër, me qep dhe me limon. Ti përzihet gjitha apo një nga bashkë? Të gjitha bashkë është një insekticid i jashtëzakonshëm. Insekticid. Po. Por kujdes, mos u lyej nga kokat e këmbët se mund të ngordhësh vetë edhe këtë. E kuptoj. Megjithatë un po pyes për plagën, ta lyej plagën apo jo domethënë? Plagë të vjetra. E kuptoj. Po qepa me krip bën punë për këto. Qepa me krip është edhe kjo. Domethënë tradita popullore, kur ka qenë farmacia mbyllur, s'ka pas farmacistë katër. Futi qep me kryp. Qep me kryp ose krip me karar. E kuptoj. A mund ta bëjmë pyetjen e dytë? Ndodh që kjo kripa e thith ujin që ka inflamacioni. Dhe qepa vepron si insekticid, si antibiotik, domethënë. Antibiotik. Pra pak a shumë janë këto kremrat që kanë edhe kortizon edhe antibiotik. Po, këtë punë bën qepa me kryp. Domethënë mjolti nuk të bëj punë. Mjalti është për të ngrënë nga goja e dashur. E kuptoj. Okej. Kuptoj që ka oral. Po pra tamam, orally. Nëse ushqimin e ha me shumë keri, ose hari është në greqisht. Hari. Keri themi neve. Si lule lakra. Ashtu. A të punon më mirë ashensori? Dalloj një ironi të lehtë, një sarkazëm. Po, egjim. Pjesët ashensori nëse referohesh patjetër që përfundon më mirë sepse fjala keri është vetë e kuptoj. Etimologjia e fjalës keri që ka pellazge. Interesante. Vetëm se ka një gjë, ti je shtyp për kat 9 deri kat 3 mund të. Aha, okay. Mos pretendom. Nuk është se. Po si mund të shkojnë kat 9? Apo është nga shtyp 3 herë treshi. Tani keri
Keri është fjalë e pisët apo fjalë? Ke një lloj kështu, një lloj afrim, do të thënë ke një lloj dëshire për ta bërë këtë program të padëgjueshëm nga njerëz. Jo, thjesht dohet të është doktore. Dohet të thonë, nëse Keri nuk është fjalë e pisët. Karizmatik nuk është fjalë e pisët, apo jo? Karallo është fjalë e pisët? Jo. Jo koleg, prandaj po them karallo dhe mos ofendo. Ashtu që janë pjesë jetës tonë të përditshme. Eci me pyetësorin. Qartë, më nuk kemi. A shërohet ulcera me lule balsani? Nëse do shërohej kjo, atëherë nuk do kishim fare ilaçe për stomakun, pra nuk do kishim omeprazol. Po kush janë këto kompani farmaceutike? Nuk do kishim ranitidin. E kuptoj. Nuk do kishim kupa që hedhim. Kupa çadide kanë me stomakun. Nuk do kishte edhe nga goja. Nuk do kishte suposte. Suposte për stomakun. Po. Ka, Ne nuk kemi mjet. Megjithatë, kjo. Prandaj krati thot vdiqja nga stomaku. Po. Shiko, atë krate shumë i vjen qartë. Okej. Morën telefon ai aty, jo i thashun kur del ti jam. Pra. Kështu që vazhdojmë. Jo, vazhdojmë domethënë ishte me lule balsam. Ishte jo. Sa keq. A është e vërtetë ajo shpreha që thuhet një organ që nuk përdoret nuk zhvillohet? Igor. Apo ka dhe pyetje nga publiku. Nëse ecim, nëse e përziej për shembull majdanozin me mustaqe mjesri. I shtoj piper të zi. Është is htoj. Okej, is htoj piper të zi, një lugë sheqer dhe një vezë të rrahur. E pi 3 herë në ditë. A më shëron nga koliti i nderuar? Të shëron, por kujdes kur të dalësh në jashtë, në kuptimin. Kur dalësh jashtë, jo në kuptimin jashtë pallatit. E kuptova, jashtë shtetit. E mora, po. Do prodhosh kështu që mirë gurin formë briketash, do të dalin. Dhe ka një gjë. Marr gjitha nga mjekësia alternative. Po leje më tani shpjegojmë se më intereson më zotri. Do të bizgara. Ç'as bën njerëzit për vëmendje? Ju lutem më zotri. Mustaqet e misrit nuk do të jenë të thinjura një herë. E kuptova. Kështu që nuk i përdor dot mustaqet. Ja. Po, piperi zi, koleg, është një term që unë do thosha nuk përdoret më. Si Vinicius, domethënë nga këto, pra themi piper i errët. Shumë dakord. A mund ta themi i ziu piper? Edhe i ziu piper është më letrare. Po varet ku e fut, ku e përdor. Ti njihesh për frazeologji të dëndur. Ndërkohë, vezë të rrahur, kujdes, sepse vezët sot dhe ato kanë drejtat e vet, atë një vezë rrahur çfarë bën ankohet. E kuptoj. Kështu që kam përshtypjen dhe kjo si formulë bie poshtë. Për çfarë mund të rekomandoni përgjithsisht? Heqëzore, Heqëzore. Nuk vëm më. Okej. Pra e heq zorën. Fare. Komplet gjithë sa metra janë, hiq gjithë. Dhe ka një gjë pastaj. Dhe si jeton pastaj? Jeton kështu, jeni tavolinë duke ngrënë, po vendos një autorak poshtë dhe tranzitesh çështë sekondesh. E kuptoj. Si është më intereson, s'ke dhimbje me gjitha, nuk ke dhimbje. Ju s'keni serioz, jeni shumë. Doktor apo ai është personalitet vlla? Jo, ma është personalitet dhe mbi të gjitha nuk prodhon gazra se disa ka shku çmimi metrika të kupit. Jo. Pëlqeu metriku. Për shembull, ngrënia e hurmave ana shëron ose ai shëron njerëzit nga anemia? 100%, këtu jam 100%. Nëse i ha vet, më shikoni mua, a ju dukem anemik? Jo, po më duket çmendunik. A ju dukem tifoz me Juven? Ata janë anemik. Nga gjeti për mua. Ska e ka psikologjike, ska e ka lënë këtë pjesën, e pas. Pra hurmat, sidomos ato të fund tetorit, nëntorit, që janë lluqe fare. Jo, janë ato të fortat. Kanë vitamin K. Po, vitamina K, si keri. Ose kaki. Burma vi thonë kaki ndryshe. Si kënga e grupit Europe, Keri. When lights go down, I see. Po, ky ishte ejakulacioni i vonuar. Ja. Jo, me 2 doktor tani. Që flasin për Keri. 2 janë më mirë se 1, e them gjithmonë. Nëse konsumoni 3 hurma në ditë, ejakulacioni vonohet një javë e gjys. E kuptoj. Po, pra jetë martën duke bërë, po. Po. Një javë. Karloizëm quhet kjo. Shiko, ti vazhdo ofendo, ne nuk e di, unë do bëj misionin, unë jam misionar. Bravo. Bravo. Shëruar njerëzimin. Bravo. Po mirë, me që hurma kontribonte në këtë mënyrë, po gjethet e fresta të lule shtrydhes. A e shërojnë anemin? Shiko,
Luleshtrydhe e freskët nuk mund të rrini fjali. Kjo është sepse gjethet e freskët. Gjethet e freskët, domethënë. Luleshtrydhet që bëhen nuk kanë gjethe. Po të kishin gjethe do kishin shi. Rriten me antibiotik dhe me presion. Rritu skuqës do të shes. Po pak janë të bindura, binden. Po megjithatë nëse i gjejmë bio, jo mbetet urdhëro, po gjeti bio më sill mua gjys kile. Dredza kanë Kosovë se do. Ka. Edhe ti vjen gjithmonë duar bosh. Dhe gjethet e dredzave mund të përdorin për anemin, domethënë. Shiko, më fal tash. Ka që anemi kemi ne si popull. Jemi faksa. Përgjigja pyetjes me pyetje. Nuk ju dolën hurmat? Mirë, atëherë i lëm hurmat. A ke pasur një dashur me emrin Hurma? Hurma. Kam përshtypjen ti ke lexuar CV-n time. Po normal se si do të marrin punë. Kote. Hurma mos e dëgjoj ç'thon. Është edhe një pyetje fundit që është shumë e rëndësishme kjo. Po me ngrëm fiq, a do psosh? Shumë fiq. Nëse ju dukemi dobët, ta dini që e kam prej fiqve. Domethënë mund të hash edhe 2-3 kg ditë, s'është problem. Pa problem fare. Të njom ose të thatë, të bardhë ose të zi, me krimba ose pa krimba. Atëherë, bi ka proteina. Ka protein e pastër. Nëse përzijim karpuzin me sheqer, domethënë i referohemi shalqirit. Karafil dhe karpuz, më mirë. Karpuz, mos është problem fare. Në greqisht është karpuz. Karafil piset karpuz? Jo. Nga topuzi. Jo. Po duhesh ju a shpjegoj etimologjin e fjalës karpuz. Shiko, të ndërtojmë një pyetje, të marrim një përgjigje dhe ta diskutojmë si ekspert në studio. Atëherë dhe njëri nderuar. Ngrihet ai i shkreti kokë ulur, s'të përgjigjet dot. Shpresojmë. Nëse përzihem edhe një herë karpuzin me sheqer, karafil dhe mastik dhe ham 3 lug kafe në ditë, a shpëtojmë nga anemia? Pëlqeu karafil. Shpëtojmë nga anemia, po nuk shpëtojmë nga mamia. Okej, në rregull. Un jam shumë i qartë. Je i qartë. Patjetër. Ju lutem ju keni ka 2 pyetje tjera. Është pyetje shumë serioze tani. Kjo është serioze patjetër. Atë shpëton ngrënia e qepës nga kanceri i stomakut, kanceri i zorrës së trashët dhe nga sëmundjet e zemrës? Gjithë problemet e fisit tim. Më fal tani. Më intereson shumë. Tani u bë serioze gjëja. Dua që po flasim për qep. Nëse ju e doni vërtet, nëse ju keni një, pra respektoni personin që ka bërë pyetjet urgjent te pesa për një vizitë. Të formulosh këtë pyetje në shqip. Çi ka formuluar se blasfemi, jo është përgjigja. Falni. Jo. Kur i referohemi pesës. Po te spitalet private. Çfarë numri ka? Spitalet private funksionojnë me emrat e doktorëve. Okej. Shkosh ke doktor Pano, doktor Pajtimi, e kuptova. Se gjithmonë pesës e themi ke atë e kemi pra, përballë pediatrisë. Është e vërtetë. Është po pesë. Po doktor Edi ku është? Online. Ose çdo gjë më pëlqeu. Nga diskutimet tuaja. Le kur më pëlqen biroja politike, tani po të hash fara frutash, jo fruta, po fara. A shërohesh nga anceri? Ndryshe nga qepa. Jeni mirë anemik, po dhe kanceroz jeni si po. Nido. Tashi me thënë drejtën, me fara frutash nuk shërohesh nga kancer, por i injekton në trupin tënd një tumor i cili herë mbas here mund të rezultoj dhe malign. Prandaj fara frutash nga sot, jo. Përveç fara kungulli. Fara kungulli ç'a bëjnë? Prostatën nga një top tenisi ta bëjnë sa i top ping-pongu. E kuptoj. A e morë vesh që pika G nuk qen ka te prostata për burrat? G-Poweri. Kreativ. Shiko, unë nuk e di se si e ke mësuar ti këtë, po nëse ka qenë pa dibje mund ta ndash me ne. E kam me shumë dashuri. Nuk më duket, po. Me burr mami, nuk bëk më. Po pse unë dëgjoj mamit burg alto ta kam thënë. Megjithatë bota vazhdon me gënjeshtra, absolutisht gjithë halli, domethënë prandaj është momenti për të vazhduar edhe për të çmontuar gënjeshtrat pak nga pak, domethënë fjala për ty. Ua! Rrini qet. Unë të qetësoni. Keni një preferencë në interpretimet e mia të bazave ligjore? Po shko deri në Drenic, po shkove mirë do jetë. Ku? Ja, se shumë larg për mua, me thënë drejtën. Nëse unë do ta rini qet. Aktori me famë botërore, ylli i Spider-Man, Tom Holland, nuk ka vdekur. Pse është gjallë? Po. Por është shëndoshë mirë si kokra e mollës. Po pse? Si kokra e mollës.
A vdiq ky një? Po pse dolën lajme pra ra një pustë thellë. Lale ne kanë vdek gjysmë artistëve këto 2 javë. Espan Kobit, pas ka vdek Tom Holland. Po Holland. ç'na duhet për këtë? Ka vdekur Spider-Mani më burr. Holland është tuneli që ndan në New Jersey me Brooklyn. Futesh në nesër. Kujto se Tom Holland ishte holandez, po. Jo. Atëherë, sipas disa lajmeve krete çuditshme, njeriu që ngjitej në qiell gërvishtëse. Qiell gërvishtëse. Gjoa shqipe është e bukur shumë. Radiofonike, qiell gërvishtëse. Absolutisht. Me fije me rimangje na pas ka vdekur. Se ka rënë në një pustë të thellë. Madje zëra amerikanësh thonë që ka rënë tek pusi i mamit vet. E dashura ime. Është rada ime? Yes, baby. Një tjetër lajm i rrem nga showbizi, që nuk e besoja domethënë. Dhe kush ju ka thënë juve? Mua asnjë. Që DiCaprio e urren Martin Scorsese? Wow! Shiko, me thënë këtë thashë theve, se jam dhe brendshme. Unë e besoj, e di pse? Pse? E besoj sepse Martin Scorsese është mbi 25 vjeç. Leonardo DiCaprio të do deri 25 vjeç. Në fakt, me këtë marrëdhënien e fundit, domethënë, që ajo i kaloi 27 sikur bie poshtë, që rekordin, ë? E ka thyer rekordin e vet. Por më vërtet çamusha ka ky Martin Scorsese. Ai është për mua. Por në fakt ato dy me njëri tjetrin nga bashkëpunuar për shumë vitesh në shumë filma dhe ka një respekt të thellë reciprok me njëri tjetrin. Kështu që DiCaprio e konsideron Scorsese një nga regjisorët më të mëdhenj me të cilët ka punuar, siç është padyshim. Problemi i tij vetëm është se po shfaq hapur plakjen në momenti që e pranoi që doli nga rregulli i vet, pra. Tashmë nuk preferon. 78 vjeç ka qenë para 5 vitesh. Sot është Scorsese. Po. S'duket. Po mirë, ka dhe ato të drejtat biologjike. Megjithatë çan këto lajme kështu domethënë cili është qëllimi? The Departed, filmi Scorseses, ka shkëlqyer DiCaprio aty, po ka dhe bashkëpunime të tjera, kështu që nuk besoj, unë nuk e besoj. Unë se besoj. Po aktorët profesionistë. La Rua. Mirë shkel. Ru. Ose më mirë Ellie Jackson. Ka parë Kanye West tifuz duart në fyt modeles Jennifer Ann. Madje tifuz gishti në gojë duke imituar një raport oral të dhunshëm. Kjo është e Ku i merrni këto? Fakto i bën këto? Nuk e di. Jo, këto si bën fakto. Pra, është too much kjo, bro. Si ta shpjegojmë në radio raportin e një të dhunshëm. Jo, kaloj këtë tjetër. Mund ta kaloj fantazinë. E kuptoj. La Rue. Më kujtua tani të thotë se nuk ka si të harroj këtë skenë që ka ndodhur në shtator dhe vitit 2010. Jennifer Ann në ato kohë ishte finaliste e America's Next Top Model dhe u përzjodh për të qenë pjesë e videoklipit të remixit The In for the Kill. La Rue që në ato kohë përbëhej nga duo Ellie Jackson dhe Ben Langmaid. Këto del. Nëse dhe me Google Translate përkthimi o burrë. Nëse bëj saka. Bëj një update Google. Por Kanye West ka reaguar duke thënë, ky është art. Madje pak më egër. Ky është art o krapa. Me kë si Tepelena. Sepse thot unë jam si Pablo Picasso. Nëse ju paguani mirë, unë mund t'ju lexoj emrin e gjatë të Pablo Picassos. Con molto piacere. Kam lexuar një ditë po në mbaroi emisioni. Po, zgjumë lexove në pjesë. Po. Atëherë, jeni gati? Po. Gati. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Bingo! Shkurt si i themi? Pavlo. Umbush nuk ka. Sprisë se umbush. Jo, se shkurt. Ka shumë kaq njerëz mban Air Albania. Me vërtet ka. Ka Perrenën nuk funksionon se radhë. Ditëlindja Orosh i Mirditës. Mirë, Orosh Samale. Se si fillon ky emisioni, se si shkon drejt fundit, po që s'kemi mbaruar akoma, po shumë shpejt ka ritëm. Vetëm Alfred Sako mund ta shpjegoj atë. Është Kaperena. Xhallazi. Xhallazi, po si ka po si po të gjoj gjysh par, po sa qeshi, po sa po ska që po qeshu. Çka ka po qeshu? Nuk ka asgjë për qeshu. Apo për qeshu. Mos shkelin dras kalbur. Po shiko. Se kemi respekt për xhaxhat. Vërtet jam 80 vjeç. Po zemra më rresin 25. Po pra, po 83 është dhe Martin Scorsese. O si një fajt o Scorsese du atje. Vjelandesët një pjesë. Pyetje. Prandaj besojna merr në telefon që ne të pyesim ju të përgjigjet. Po to është e pyetje,
po thua se jam vetëm çka them se ti pyet çfarë thotë, çfarë duhet ti unë them çfarë duhet. Në radhë parë dhe sot e ke emrin Xhallazi, njësh apo jo? Xhallaz, pra kur linda unë thanë t'ja vemi emrin Xhallaz. Doni të ma vjen emri shpëtim, po ishte burri tezës shpëtim. Edhe ngeli Xhallaz. Kam përshtypje, domethënë nga timbri i zërit më vjen siguri e çik I mërzitur. Po ara e mërzitur, sa do I bie dhe a bie, ke bëu ti bie. Nuk e kuptova. Falë skuptova, kërkoj shumë ndjes. A je shoqëruar apo na merr nga krevati, je diku, na thuaj se vetëm ne domethënë bisedë me neke, nuk do të gjën njëri. Kartë roza. Mos je shoqëruar. Kartë roza. Roza pastruza. Me postru, bravo. Pastruza që ke romans. Roman. Besoj që e paguan me pensionin tënd e paguan. E ke Me klerin. Çfarë e fronti? Sa e di, je muaj fuzinier, muaj vjen ajo. Shumë mirë, s'është keq. Për pasush. Po, lodhesh? Ja, sa je ka fumballodhe. Alo, di aty në radio. Lodhe, se edhe ne flasim. Isha njerë unë, Idrisi, Harizi, Ramizi, Nebiu, Fasleu, Bariu, edhe Sebastiani. Po Sebastiani pse? Po si s'pyeti njerë për Harizi, për Ramizi, vetë për sasja. Pyesim dhe Bartoj, ke pas besoj kemi qenë paralele. Po ti je i jashtë, po. E do të luftosh me Gjermani. E ata që ti gjithë me automatika, me gjëra, me pushka, më shumë me lukë. Thonë që I kemi pas shumë të mirë në mjetet ushtarake në kohën e unë kisha I lukë të rëndë. Kisha I lukë, po jo nga këto plastike, kisha I lukë metalike. Lukë e madhe, sakra. Qava tunele, qava malet, qava borën, kalo ma në fund fajt, tramvaj mi, e gjata ramive. Çau tha. O, të rëzoni, o t'i bëjsu, t'i ame lukë, dhe. O zbrapsen ata më E që njëherë. pa komandanti me lukun, pa me lukë. Kështë shështarë, kështë problem për historinë. Qa fleti, pse më problem për historinë? Po e që që më rëzuar nga 300 veta. 300 veta. Po shoqë, keni pas atje? Një minutë se është I fakti historik na ka përceu. Nga gjermanët kaluan te 300 spartanët. Ishëm rëzuar nga 300 veta qa spartanë që ato. Ato ishin gjithë gjermane. Gjerman. I bjonda me sy për gjithë. Një ishe në sy kafe e bratë. Ishte. Detaj I rëndësishëm. Bravo, shumë qa bëra, unë aty qa bëra. Nëzora me fishkëllim. Merë Shqiponja. Shqiponja. Po, Shqiponja Shqipja. Shqipja ata të dyne me Shqiponja. I bombarduam. Me lugë? Jo, me patate. Me patate me gjitha. Me patate kokës. Jam shumë kurios të di, e kam ma beso këtë. Si keni pas raportin me shoqet, me koleget aty në përqeta në për këto? Intime ke pasër. Intim, a? Intime ke pasër. Po pse si përmendja? Ja fol pak më shumë. Ate, ishim unë, Ramizi, Idrisi, Feizi, Nebiu, Fasleu, Bariu, Sebastiani dhe Shqiponja. Po tani Sebastiani prap do. Ne për në fund zonën. Edhe bëmë plan kalendar. Ka qenë IT Sebastiani, nga italianët, ka qenë televizion. Ishte pa Idrisi Shqiponja. Dine 3 Feizi Shqiponja. Dine 3 Harizi Shqiponja. Po thith pak frymë. Dine 4 Ramizi me Nebiu. Edhe ndodhin të gjë, po ishin pasarar këto. Pasarar Patjetër. Po se Nebiu nuk mbetet. Po e më vunë medalje, si ato 300 Gjermaj dhe ja. Cila ka qenë medalja e oda? Unë ka marrë ka shumë medalje, sa që kur rëzohesha unë, ato trokisim njëra tjetër dhe luani 1000 kombëtar. Për shumë. Tullumbacat. Xhallazi, mirë jeni? E bëllëve tullumbacat. Qa do të thoja, për çdo medalje që mernit, a pagueshit? Pa pagueshim. Sa shko, më falë se po të pysë se... Me euro. E po i ruajt u gjatë e që ku rritë euro të dhushim e po i nga pjera dhe që në ma petësh. Po të euro. Shikojta që se më plaku të ordës, fjallit të gjoni. Pa mërat fare. Pytje. A ke marrë pjesë në betejën e termobileve? Pa tjere që nga vanë termobile, po, do të që ishin rritur ata. Ishin për tërë më ka e gjithë. Do me tira jam I qarda, po jo, hajde dhe se në mbaruan burrat. Thashmë sa vjeta ju duan,
Të pak 100 veta. E ku shkoj? Po vi vetëm thash kurse e bukur. Sa do ushimi 100 veta. Po. E vi vetëm. Po. Si duket situata aktuale në Shqipëri? Po situata aktuale në Shqipëri është po legjesh aty. Ma mirë duket mua unë pensioni po aq. Mirë, dakor. Jo, Domethënë me që keni luftuar. 64.000 lek asaj. Po, na ka thënë. Po, dhe shumë mirë. Po, kështu, paguaj më kështu. Dhe shumë mirë. Shkuar një sister Roza. Edhe nuk paguar Rozën? Roza King. E kishe me Klerin Rozën. Po, më mirë është, domethënë është koherent. Ja, meriton tash edhe Rozën. Është më pëlqen. Razoni 200 veta. Çfarë ishte? 200 veta. Ka që gjuan 300 veta se dolën dorë po se sollën 200 veta. Po. Personaliteti i biri botës. Mora e byrek dorë. Mora e byrek. Edhe olla byrek në ajër. Po? Ata të që të zhjesh e kush ta kapte vëti që tjesë. Mos Po. Super strategji. Mos të kam parë gjërastisht kjo histori me zhurmuse Pandilaços aty. Aty kam qenë zhurmuse aty. Aha, okay, mendova se mos kaftuar sa i ftonte këto, gjithë këto, domethënë to xhallazat. Xhallazat ose këto shqiponja të arta të. E vallë, me jemi dum do japim lajmi radio. E mësoj radio tash. Do hankon, te hankon se ajo ja e lajmi gjithë për 5 minuta. Teze hanko. Po. Okej, jam shumë i qartë. Teze hanko. Jam shumë i qartë. Patjetër. Me shëndet si është, se pyetën fare, duket të shëndet fal, është i shoqëruar. Për këtë konfliktin në lindjen e mesme, keni koment të shkurtër për këtë paqen që Po, koment edhe kemi Stamban. Kuptimi që Stamban. Lutem mos e thuaj kështu. Pak më me edukat. Ja unë ze ai Mustafa. Si e ka ai Mustafa. Ka ato mini. Sabahati. Tama kamini. Po pra. Ja unë ze ai një nga ata. E më nisi raket mua që kam mos unë asgjë. Po, është më tepër që sot është dita rozës. Koramshar. Është shar. Dakor, po ne mbrohemi nga NATO. Ne mbrohemi nga natën ditën jo. Aha, e kuptoj, i qartë. Jam shumë i qartë. Atëre Xhaxhallazi unë them që këtu ta mbyllim me sukses. Mbyllim kotoni. Ishte nga si shumë madhe. Edhe për ne. Fala Rozës. Ato lekët migjoni me zarf. Pa merak më shpejt mos kemi honorare. Të lutem. Patjetër. Rozën përshëndetje nga ana jon. Roza. A me ta jetë, muaj tjetër do të prapë. Sipas gjendjes. Faleminderit. Kalojë mirë sot. E Pitora Kosova. Patjetër. Pyetja e fundit fare. Ky Sebastian, cili ishte? Sebastiani i fëmijë që lirin nga feza e komisarit me Shqipe. E kuptoj. Ne vjen vërtet që mos e kuptoj që ishte shumë i qartë. Sebastas è una bella canzone. Kalofsh mirë gjithë mirat. Unë them që këtu ka ardhur fundi i Kaperenën për ditën e sotme. Ky prodhim i Club FM, i cili është në bashkëpunim Faktori dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ne ju lëm takim të mërkurën e ardhshme nga kolegu. Faleminderit shumë. Kam mundësi që këtë të rrjedhurin mos e kam lagje. Kaperenën është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.